apo se kupton, ma të gjodhe njerë. E kemi ti edhe unë. Dakor, tani ti e di shumë mirë, a e din ti që unë jam i dobës se ty, a e din apo se din. Kaj tu, nëse ti thua ti e me i fort, atërës duhet të rezikoj, bravo qovë, qasi dhe ke bërë, ta japë unë me rritën, më s'ki me rakë. A do me ta e përgjigjen, kështu sakt, Mira, do me ta e përgjigjen sakt mirë. Edhe je, po ta përde një pytën qetë. Mirë, po, hajde këtu dhe të përgjigja, s'po mu me vërtit, hajde këtu dhe të përgjigja. Po jam e dëgjohet, apo po hajde dhe të përgjigja në mirë normale, mërbut, se ki frik me folë me unë përbalu. Shkoj me jam se vi, nuk e kam problem shumë, me urdhë. Unë po të them, po të bëj një pyetje shumë thjeshtë. A më konsideron lojtar më të dobët se sa ty në këtë lojë dhe në këtë pikë lojës më konsideron? Po apo jo? I pse du të viju nga atje deri këtu me po këtë pyetje? Po unë erdha pra, për respektin të. Po, se do ta shpjegoj këtë gjatë që sa po e the. Ti po thu, a më ke konsideru lojtar më të fort? A më konsideron tani pa se kjo pikë, po. Në qoftë se më ke konsideru lojtar më të fort, pse nuk ke shumë finale me ty që i kishe marrë, dhe me thonë finalistja ishe bërë finalistja e parë më lehtë dhe kishe fitua. Po, a ishte kjo pyetja jote? Tash, ngom, sipas meje, sipas mendimeve të mia, ti je lojtar i dobët, si pas mendimeve të Brikenës, okej. Po tash, Brikena ka një problem, që Brikena nuk e din se çfarë po ndodh jashtë. Edhe si mund është me kanë ti për mu lojtari më i dobët, nashta jashtë nuk je lojtari i dobët, po për mu je këtu mrena, për lojën që ke bë, mënyrë, sjellje, gjana, ti nuk është se ke bë ai lojë të fortë dhe për mu je lojtari i dobët. Po ti jashtë mund të përqesh, kush e di se unë nuk jam publiku, unë nuk e kam forcën të jem publiku. Dhe tash, unë nuk dua në asnjë mënyrë ti jap shkak një televotimi që mund të rrezikoj çoj ty si finalist, ose normalisht që në vendin time do kisha shku unë, po që unë nuk du me rreziku në asnjë moment, se nuk e di se çfarë ndodh, jashtë nuk du me rreziku në asnjë moment që të shkosh ti ose ta përjetoj atë emocion me ty, s'është një emocion shumë i mirë.